Më shumë se 15 muaj nga vendimi për themelimin e korporatës për ruajtjen e energjisë, qeveria është ende në proces të rekrutimit të anëtarëve të bordit të drejtorëve. Edhe pse vitin e kaluar Ministria e Ekonomisë kishte njoftuar se pret që bordi i drejtorëve të emërohet në dhjetor të 2024-s, në fund të atij muaji u arrit vetëm shpallja për 4 anëtar në këtë organ drejtues të korporatës. Përkundër vonesave, pa dhënë detaje, Ministria e Ekonomisë i tha TV Dugaxhinit se po vazhdon puna për funksionalizimin e ndërmarrjes së re. Lidhur me pyetjet që keni parashtruar, ju njoftojmë se Korporata për Ruajtjen e Energjisë tashmë është e themeluar nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe është në proces të rekrutimit të plotë të bordit të drejtorëve. Qeveria synon funksionalizimin e ndërmarrjes që u themelua më 13 mars 2024 si derivat i marrëveshjes me korporatën e sfidës së mijëvjeçarit MCC për grantin $202 milion, pavarësisht raportimeve në SBA që administrata Trump synon shkurtime buxhetore e deri në mbyllje të kësaj agjencie amerikane. Qeveria e Republikës së Kosovës, si palë nënshkruese e marrëveshjes kompakt, nuk ka pranuar asnjë njoftim zyrtar. Ish kryeministri Avdullah Hoti në fund të muajit prill, teksa kishte shkruar se MCC po mbyllet, kishte thënë se Kosova do të humbë grantin, duke përmendur refuzimin e projektit të gazit. Sidoqoftë, MCC-ja nuk ka treguar nëse ka ndonjë vendim lidhur me projektin për blerjen e baterive për ruajtjen e energjisë elektrike. Në kuadër të projektit 5 vjeçar me MCC-n, Kosova synon të blejë dhe instaloj bateri me kapacitet deri në 340 MWh.